që është vendosur në tavolinë kjo ndeshje, tha do e marri Gjesi, e kupton? Kështu që i shoh, që nuk ka për do e ma. Unë këmë dëgju që kam i pëllezim të frikshëm Rozana Radi, tu për shjemnat më të ndaj që e milionera. Tash po flasë për me letra qeli, ke Noizin që është një mik i ti i shumë i afërt, këmë dëgju që është impliku shumë për me mbështet, që nga ana financiare, me shpëndarje vota shë këse. A bën tash duhet pak me pa në mënyrë ma racionale, a bën nuk bën me përjashtu Rozanën pse na dum, ose neve na pëlqen loja gjesit, por që këtu është domethënë punë çështje votash tash. Tash sa njerëz mobilizohen në terren, sa ka njerëz në terren që lubojnë për ta, dalin votojnë për ta. Domethënë në fund ditës in the end of the day, po them rrekullia s'ga 30 kanë me fol 30 si ja bon, si ja bon. Në fund po. Aq është 30, kështu që prapë me bothiri unë kum kry, s'm lejohet më shumë se kaq, kum votu sot. Kush ka mundësi 5 vota votoni për një numër. Votoni. Nëse do një realisht mi u plotësu që është Ore ti po punon që për Top Channelin ti dhe vjen këtu ke këto live tona. Të bëj lek Top Channel. Njerëzit e po duhet të votojnë. Unë po them, po bëjtiri me. Njerëzit do ardhur këtu në live që dëgjojnë ty si të flasësh si Ledioni o Bujdell. Da Sara, u po bëjtiri me votu për Gjestin, që më të thëmë votoni për Rozanën, se më fund të me pesu. Sara që jo më ti s'punon për Gjestin as për Rozanën, punon për Top Channelin që të fitoj lek nga votat. Okej, njerëz, dëgjoni, mos vot. Po fajtona me Dasarën, mos shoni asnjë vot, është me vendosur gjithçka. Takoni një ardhi nesër në autobus dhe merrini ato 50 centin e biletës. Okej, që kjo është çfarë do të thonë, mos votoni njerëz. Mos votoni pra. Mos votojnë se do t'ja japë produksioni kujt do. Pas ka marr fund kjo punë. Okej, atëherë do të thonë mos besoni mua asën Top Channel, asën format. Ndonjëherë natën e mirë, ndonjëherë luan dhe këtë lojën kështu për ta mbajtur publikun në tiro, luan dhe këtë lojën që bën gjasme sikur do e marri dikush gjatë gjithë kohës, e kupton, dhe në momentin e fundit pastaj e ndryshon me të drejtat që ka vetë, që i konsideron si të duhura vetë. Dhe kjo pastaj jehona e Big Brotherit do vazhdojë edhe disa muaj pasi të mbarojë, e kupton? Se Arbri e tha mirë për shembull që Romeo ishte i pakontestueshëm si fitues vitin e kaluar, e kupton? Dhe kur e fitoi Egla, me ta plotsu, pengu që kishim pas që se ka fituar Donaldi, ka qenë dy herë motivi e mobilizimi më i madh që bilet pak të me marr Romeo copy paste, a bëdem. Bile me fitu njëri prej dyve. As atëherë nuk ndodhi. Unë që të frikë kom. Tani gjithë diskutimi është vetëm një, edhe i vetëm. Rozana dhe Gjesti. Tani Egli dhe Laerti nuk mund të diskutohen për fitore. Jo. Ata kushdo që ta fitoj, është në rregull në parim. Do flasim parim ne apo edhe parim.